Tani zbuloj kinderat, o zoti madh. Lëm këtu. Ja, e prishe, e thyve. Nerva telë. Ku duhet me fëmijë 2 vjeçë. Një tull kështu, një tull ashtu. Shumë famshme. Në çfarë qyteti? Duket Lushe. Nuk e dim se unë se kam kaluar periudhën e dërmiut këtu. Kështu që e bëkam këtë sanduiç dhe le ta provoj. E nisa vlogun kështu në mënyrë shumë shumë raw. Mirë se erdhët sërish në vlog masineri. Uroj t'jeni mirë. Jemi duke shkuar të marrim batolinën nga Qerdhja dhe më pas do bëjmë disa gjëra të tjera, sigurisht. Po qanë se po mbushte karrocën me fruta të thata. Dhe mos qaj tani, hajde. Hajde mere këtë, tërhiqe këtë, këtu. Tërhiqe. Gjeti goditje në radhës, baba. Bravo. Bravo, shumë mirë, bravo Bato. Një u fiksu të buka, do marrë gjitha me vete. Tani zbuloj kinderat, o zoti madh. Tani do ta hapim, tani qetësohu. Do lidhesh në tavolinë. Tani Bato këtë na e ka quar dhurat Kroni dhe mami Kroni Tiziana. Dhe është një çfarë është? Gingerbread house. Hap. Qa është? Kujdes, mos i prishim, i lëm këtu. Ja, e prishe, e thyve. Na ka dërguar një dhurat, Tiziana të përshëndes dhe faleminderit. Një gingerbread house, është hera parë që e kam, nuk kam bërë asnjëherë, sepse në Milano nuk është se ka qenë shumë tradit, se disha nisa ta thoja në italisht edhe hekër ngriti kokën me tall. Nuk ka qenë shumë tradit, as këtu në Shqipëri se kemi pas shumë tradit, do më thënë, pavarësisht se i kemi festuar gjithmonë Krishtlindjet, dhe do shohim si ta bëjmë, si dhurata shumë cute, sidomos nëse keni fëmijë, dhe kështu do jetë sot darka pas punës dhe pas marketit e patë si bëri, do më thënë. Përveç kësajt, kam shi 3-4 herë salonin, sepse Bato, çuditërisht nga ditët e tjera, ka shkundur pemën. Sepse e ka bërë, si qyshtek nuk e di, por më duket se e bën ka stile. Sa më shef mu që mbarë fëqit, shkon aty dhe derisa e qortova i thash është gabim, edhe ndoshta mori vesh të shohim. Bato është shumë i gëzuar dhe shive me zi po pret nuk rrin do t'i ndalum një moment. Nuk e di a dhe fëmija juaj kështu si Bato, se neve s'po na rrin 2 sekonda. Qa është kjo Bato? E kuqe? Nervatella. Ku duhet me fëmijë 2 vjeçë. Unë doja ta çoja Batën në disa aktivitete që lidheshin me këtë ginger house-in, në ko po haj një nga këto, dhe fakti është që është shumë i vogël, dhe gjithashtu ky seti nuk kishte shumë udhëzime, edhe më duket ja kemi
që do thoshte Hekri, kemi huqur pak. Kish mi fut ma mrena, të me abo si hyrje, ose të mrapa. Jo për gjë po bato u fut na 2 herë durët e shkatroj gjithë, nësa e ngritëm, ja tani e ngritëm prapë, u që prapë bato, kështu që... o, sot po delsi ato shpit, e në kohës basi ra komunizmi në Shqipëri, një tull kështu, një tull ashtu. Kjo është gingerbread e vërtet. Që të bo, bab? Sot është dita e dështimeve. Tentuam 2 herë të bënim popcorn, se më në fund vendosëm baton të flej, shikoni fytyrën time, lodhjen time, kanë qenë ditë shumë impenjativ në shumë aspekte, sepse sigurisht edhe Hekush i zënë me punën, me klientët, gjithë duan gjëra tani, është fund vit, kështu me radhë. Dhe sot ka qenë një nga ato ditët ku nuk e di si kanë ik orët dhe si kemi arrit deri tani. Domethënë po çmendemi të dy. Dhe fakti është që Bato nuk po donte të flinte, nga që kishte ato gingerbread house-i që filloi të ullaqosur. Si përfundim dështuam dhe aty nuk arritëm ta bëjmë, nuk e di ku qëndronte problemi, nëse kuptuat na shkruani. E lash përse Baton që të ngjyrose ato pjesët dhe të llaqoste, por filloi të shpërndante në gjithë shtëpinë dhe vendosëm ta largonim. Ka qarë na 5 minuta, 10 minuta, vetëm kod. Ndërkohë kishte gjuhën po vdiste. Edhe u detyruam ushtrim të dy, si unë si Hekri, që ai të flinte. Pas 10 minutash, 15 minutash fjeti dhe erdhëm këtej dhe tha Hekri, tha kam pakuri, thash edhe unë kam pakuri. Çfarë ham? I thash, a bëjmë tha popcorns? Me që vendosëm që t'ulemi këtu në divan dhe të shohim diçka. Gjë që këtë ditë ka ndodhur rrallë, sepse o kam qenë në kompjuter, o ka qenë Hekri në kompjuter dhe madje kemi vendosur kompjuterin e punës këtu në sallon, që të kemi mundësi që të punojmë. Dhe thash hajde po shohim pak dhe ndesa televizorin në vurat e Big Brother i Kosovës, që sinqerisht nuk kam ndjek fare përveç se pak ditën e parë. Dhe as nuk kam, as di që ka ndu që s'ka ndodhë, thjesht hajde ndeza për zhurmë. Dhe dogjëm popcornat 2 herë. Dhe më thënë, kemi një problem me këtë sobën me induksion. O nuk dim ne ta përdorim, o kemi tenxhere e gabuara, nuk di që të them. Dhe ndërkohë Hekri u fut në aplikacion dhe përshëf në një gjë po, porositëm në gjë për të ngrënë, se jemi aq të lodhur sa as për të ngrënë nuk kemi fuqi, ndoshta i thashë këtë më mirë të ham ato turshit që na ka bërë Arbresha, se do jetë super. Gjithsesi, ky vlogu ishte ndryshe, plani, sepse do ikim te Sinsei, do bënim një haul, do shkonim edhe në një vend tjetër, por mu anulluan të gjitha gjërat last minute dhe thash, okay, fine, do bëjmë çat na dali përpara dhe kështu. Kur po vija Bato në gjumë, edhe i Hekri që mu kujtua, kur jetonim të shtëpia e parë, unë dhe Hekri kemi jetuar të shtëpia e parë të kopshti botanik. Ndërkohë Hekri është duke parë se çfarë po ndodh. Se gjithu bën serioza. By the way, unë nuk e dia e keni parë videon që qarkullon të Alaudinit, kur ka qenë i vogël, i ri, shmiri, që ka ardhur për Mister Shqipëria, dhe ka qenë shumë cool. Jo se tani nuk është cool, është realisht shumë cool dhe tani. Vetëm problem, i thash dhe Hekrit, kush ja ka bë këto injeksione në përftyrë, se ja kam bërë shumë keq, për mendimin tim më mirë mos t'i bënte. E kuptoj që televizioni kërkon një lloj pamje estetike të tjerë, por ndonjëherë më mirë dukesh me vjetër se sa të dukesh i imtur e kështu me radhë. Dhe nisa t'ju tregoja apartamenti i parë imi dhe i Hekrit, sepse unë dhe Hekri kemi bashkëtuar shumë shpejt. Apartamenti i parë ka qenë te kopshti botanik. Dhe ka qenë një apartament i vogël, por kuzhina ka qenë shumë e mirë.
e re flak dhe aty gatuanim shumë. Dhe vlogjet e para të mijat në këtë kanal janë tek ajo shtëpia, pastaj e kemi lënë atë shtëpinë dhe jemi transferuar në një shtëpi tjetër shumë që e keni parë dhe atë me pamjet e liçeni. Por që te ajo shtëpia te Kopshti Botanik kemi ne 3 vite gjysmë duket apo 4 vite sa kemi ndetë aty. 2018-2021. 3 vite. Kemi kalu pandemin aty, kemi kalu tërmetin aty. Domethënë, e vetmi problem i asaj shtëpisë ka qenë salloni, ka qenë i vogël, por më i vogël ka qenë kuzhina, ka qenë dhoma e gjumit dhe nuk keni ku të linim rrobat, kishim një dollap shumë të vogël dhe aq dhe filloi, domethënë, Hekri jetonte para aty, erdha unë që jetova me Hekrin aty dhe filloi pak nga pak çdo vit s'kishte më hapësirë për asgjë. Por ka qenë i lezetshëm gjithsesi, një nga motivet që na çoi që ta ndronim atë apartament, përveç se ishte i vogël dhe donim diçka më të madhe, ishte fakti që ne jetonim kat dytë dhe poshtë kishim një bar pastel dhe aty bënim festa për fëmijë, nuk e di ç'a bënin, muzikën kupqellit, të shtunën, të dielën, 6 mëngjesit, edhe kur pastronin ndiznin muzikën kupqellit dhe ne dëgjonim çdo gjë dhe nuk mundenim dot më dhe vendosëm ta ndronim. Por mbaj mend me Hekrin kishim net që nuk donim të dilnim edhe merrnim televizorin nga salloni vendosnim dhomë. Edhe bënim kështu si cinema night, por sistim pizza delivery dhe rrinim aty shikonim filma. E mban mend Hekër apo jo? Dhe kjo ka qenë gjëja më fan që bënim aty, përveç se edhe pjesa e gatimit, pastaj që gatuanim shumë edhe Hekri dhe unë kam ca receta në Instagram pas e kohë, nuk është se i bëja video dhe vlogjet siç i bëj tani, por që kam disa gjëra interesante dhe më kujtua kur po vinin bato në gjumë dhe po thoja o zot, domethënë, po mezi po prisa që tulesha dhe të shihnim diçka, thjesht bënim chill, trinim, arritëm të vendosnim, do porosisim diçka jo shumë të rëndë, sepse dje kemi ngrënë KFC në vllajën edhe të drejtën nuk më pëlqen fare cilësia, kam thënë shumë herë. Po, KFC-ja këtu në Shqipëri ndryshon shumë nga e Kosovës, nuk e di si ka mundësi dhe ka dhëmë stomaku. Thash Hekrit nëse do përsërisim diçka shumë të thjeshtë dhe do shohim se si është. Po që këtu po zihen dhe s'kam nerva, po shkoj të laj ftyrën. Gjithë shtëpia vjen erë popcorn të djegur. Dje i kam bërë flokët me vaj dhe flokët më shkëlqejnë shumë. Dje i lava, tu kam ca balluke, t'i kap se më bien. Do marrë këtë cleansing milk, kam arritur të gjysma, por ma prish dje batolino. Ma kapi ma hodhi, shpëtoj nuk u thye, zakonisht këtë e përdor kështu, pra e hedh direkt në duar dhe e fërkoj në sy make-up, kjo si kur e shkrin make-upin. Pastaj e përdor këtë shkumën, edhe kjo zakonisht kjo më zgjat 2 muaj, kurse këtu se kam bler ndonjëherë. Domethënë kam bler vetëm një herë, ja shkuma është shumë e butë, shumë delikate, edhe heqim pjesën tjetër. Kush e di si monster dukem duke larë ftyrë. Dhe voilà. Voilà, ftyra është xic. Kam dhe një tonik, por që e kam nga dhoma që po flem bato dhe s'do të hy, se nuk duhet zgjohet. Kam aty dhe maskën e ftyrës, por jo maskën, kam kremin e natës më saktë. Por duke qenë se janë gjitha ndezë dhe nuk dua zgjoj baton, do përdor këtë face mask. Që është shumë e mirë, shumë hidratuese. Unë e kam lëkurën shumë të tentë se të thatë, nëse e mbani mend edhe në shtatzani
Dhe kjo është me mjalt, është shumë ushqyes, hidratues. Dhe më lëkurën shumë me shkëlqim. Qëlluan 2 vlog që bëjmë skincare bashk, edhe pse nuk e bëjmë shpesh, po pak a shumë kështu kupton edhe produktet që po përdor aktualisht. Pastaj nëse doni dhe më shumë make-up dhe stilime të flokëve ose të rrobave, jam duke menduar tani çfarë gjërash mund të keni qef më shumë. Ndoshta edhe gjëra lidhur me baton. Okej. Voilà. Ordra hekrish duke dalur se erdhi delivery. Dhe këto kapsa që kam blerë në Temu janë shumë të mira, shumë forta dhe janë perfekte si për bigodinat, ashtu edhe për t'i mbajtur flokët, për t'i thënë në formë. Hekri po përfiton, po del me rion. Nisa po të thoja diçka për Big Brotherin, se po doli kjo Eleonora, kjo gjithmonë e bukur mbetet, kjo Eleonora Jakupi, por si vjet nuk po më tërheq fare, jo se vitet e tjera e kam parë pak më shumë kur jetoja në Prishtinë, vitin e parë kur isha shtatzan me baton, pas edhe vitin e dytë se isha mbyllur në shtëpi me baton, dhe shikoja pak më shumë nga që dhe jetoja atje, isha pak më në temë. Më duket se po s'morem edhe unë, por këto vitet e fundit, 2 vitet e fundit nuk më pëlqen fare, që kur është futur ajo Olsa e përputhën, unë as përputhën s'kam parë, por mendoj që bën një lloj të tipologjie televizioni, pak kështu si shumë trash, edhe nuk e di, po merr shumë kritika jo të mira, pastaj kush po e ndjek, nuk e di në funditës, kështu që një gjë tjetër që po shihja dje kur po bëja punët e shtëpisë në Netflix është Love is Blind Italia. Kam parë atë të Londrës ku ishte ajo shqiptarja Kosovës Bardha dhe kur pash që kështë dalë e Italisë, thash okej, du ta shoh, ishte prezantuese ajo Benedetta ka emrin, që ka dhe motrën të famshme që prezanton gazetare, kjo ka pas bërë receta të italiano, pastigjis, cotto crudo, më duket kështu ka pas qenë quajtur, nëse se mbaj mend gabim, pastaj më duket tani punon në real time, ndoshta edhe në real time jepet kjo Love is Blind, por unë e pash në Netflix edhe thash po e shoh për kuriozitet, edhe njëri nga ato që ishte organizues eventësh më duket, si e kishte emrin Giulio o Guido, ndoshta e ngatroj se me gë të gjithë emrat, por ishte shumë narcisist, i ndronte gjërat. Domethënë ishte kjo goca Morgana, e kishte më duket emrin, se unë jam shumë e keqe me emrat dhe nuk e zgjodhi këtë, zgjodhi një indian, edhe ky pas e zgjodhi atë tjetrën. Edhe dolën si çifte dhe po presin tani të martohen, ndërkohë kur dalin si çifte mblidhen dhe takohen me çifteve me njëri tjetrin, dhe ky shkoi foli me këtë gocën, kjo goca i tha jam e lumtur, edhe s'po fliste shumë, ky ndërkohë filloi duke thënë që ajo më kërkon mua, ajo kishte syt që i shkëlqenin lucidi, sepse ndjente për mua, domethënë nuk e di, donte si t'ishte në qendër vëmendjes, i ndronte temat, i ndronte gjërat, plus sillit me gjitha një lloj, ishte shumë narcisist, kam përshtypjen tipik, dhe një moment kur e ndroi muhabetin aty, më thash me vete, si e bëri këtë, po ky se kupton që janë të xhiruara gjërat dhe kur të dalin se do bëhet reunion, mbledhja pas një viti, që do jetë epizodi i fundit, besoj brenda muajit, nuk e di, si do t'ja bëj ky, kur do dalin gjitha këto pamjet, do duket që çfarë ka thënë, si i ka lëvizur gjërat. Nëse dhe ai reality show cop është, unë e kam pas parë një herë Love is Blind, edicionin e parë fare në Amerikë,
Dhe mbaj mend ato një çift që atëherë janë martuar, më duket dhe kanë fëmijë tani. Kur ishim parë kështu nuk ishin pëlqyer shumë, por pastaj u martuan dhe vazhduan jetën dhe tani më duket janë akoma të martuara. Vetëm atëherë atë dikcion kam pas parë, kam pas jetuar në Itali në atë kohë dhe më duk një gjë shumë e çuditshme. Kurse tani ka kaluar në Netflix dhe në Netflix bëhet në Brazil, në Suedi, në Gjermani, në Angli, ndoshta e bëhet dhe në Shqipëri, ku i dihet. Unë thash kam parë atë të Anglisë, po, se desh nuk po thoja, kam parë dhe ato të Dubajt. Edhe ato të Dubajt e kam ndjekur shumë, se më ka bërë shumë përshtypje. Dhe madje më dilnin dhe pasaj gjëra në TikTok, se sigurisht telefonin apo gjë. Okej, erdhi ushqimi dhe dëshiran hekrit nga duart. Dhe i thash hekrit që po ndodh kështu mëre, 3 ditë pas tragjedie dhe hekri tha, do jetë në i sy keq tha ose në i hejter tha, se të kanë dalë vlogjet shumë të bukura tha dhe do ketë në një tha që jo, i thash nuk ka, vetëm positive vibes i thash këtu. Mirë, ne do ham dhe besoj se do flet gjumë. Faleminderit që na ndoqët sërish, e di që 2 vlogjet e fundit kanë qenë pak më të thjeshtë në krahasim me të tjerat, por në fund të ditës nuk bëjmë çdo ditë festë dhe party dhe dyqan dhe shopping. Kështu që shpresoj edhe këto vlogje shumë të thjeshta dhe reale t'ju kenë pëlqyer. Mos harroni të më ndiqni, mos harroni të merrni pjesë në giveaway, pse jo, dhe ne do shihemi nesër.